Sadi Berisha ka qenë bashkëshortja e parë e Shkëlqen Berishës, djalit të liderit demokrat Sali Berisha. Megjithatë, Berisha që në fillim ka qenë i qartë dhe i prerë me të birin, kur i ka thënë se nuk është dakord me martesën e tij. Por dashuria e Shkëlqenit ishte më e madhe se çdo kundërshti familjare. Shkëlqeni e njohu Sadien kur ishte vetëm 24 vjeç, ndërkohë që çifti kishte një diferencë prej 11 vitesh. Atëherë Sadia ishte 35 vjeç dhe nënë e 2 fëmijëve nga martesa e saj e parë. Shkëlqeni u martua me Sadien dhe shumë shpejt erdhën në jetë 2 fëmijët e tij. Si rrallëherë, ish bashkëshortja e Shkëlqenit ka folur për arsyet sepse vjerri i saj nuk e deshi asnjëherë si nuse. Ajo tha: "Unë i njoh arsyet e mia pse u dashurova me Shkëlqenin, por nuk mund të përgjigjem sepse ai vendosi të ndahet prej meje. Unë kam qenë e sinqertë me të dhe me familjen e tij, që nga dita e parë e deri në ditën e fundit. Arsyet që Berisha nuk më donte si nuse fillojnë nga diferenca në moshë prej 11 vitesh dhe për faktin që ishim rritur në vende të ndryshme, në mënyra të ndryshme dhe me mendësi të ndryshme. Para njohjes me të, unë isha e suksesshme, kisha bizneset e mia dhe isha e pavarur. Krisja jonë më e madhe erdhi kur ai u kthye në Shqipëri, e them me sinqeritet, më vjen shumë keq për ndarjen. Pasi u kthye në Shqipëri, Shkëlqeni nuk ishte më i njëjti. Sot më vjen keq edhe për fëmijët që nuk po rriten në një familje të bashkuar, që nuk e kanë babain e tyre pranë në jetën e përditshme. Jam e lënduar si grua që u nda nga njeriu që dashuronte dhe si nën që po rrit fëmijët e vetme pa prezencën e babait të tyre." E nëse Berisha nuk ka qenë dakord me martesën e parë të birit, duket se ka provuar martesën e tij të dytë me Armina Mevlanin, ku gjatë dasmës Berisha dedikoi fjalë zemre për nusën e djalit të tij.